gjendja është zakonshme. Nga një bura, se hini Serbia. Nga një, kap një ujtë e gazit. Dili nuk ko ve. Mytne. Jo. Po ti je duke folë si Demashi tani. Po qashtu flosin ata. Në vërtet Albini flet qashtu. Po si Demashi po tu? Po Albini është pinjall politik i Demashit. Pse i jam i sosht. Jo dhe? Se di se tani edhe ai të ka lexu ty Matoshi, goxha shumë. Besoj. Se di. Ajo është çështje tjetër. Sot Kosova ka lehtë. I duhet veç një sanë me bo. Me qenë e motu me alatit. Me onë me indëgju, këshillat e tyne, edhe, po, që thot bjerimi duhet ti me shku me jakojt dërtin, hallin. Me dhonë, me sanet besushme blerin, që tu besoj pajtoheni. Sepse një raport, për banske një qeveris Kosovës, ku se ka lezu kërkush në bejë. Ose në botë. A ti një që të zanë, ju në shtetë, në portalet, dojme të gazetave. A thu pse? A ti pse? Pa besushum. Filon portali ka unë qështu, filon gazetari qështu. Ja, së që ashtu. Po, është ashtu. Ja, u ka prishat vizionin. O ka boni raport e kanë qu, po s'ja ka besu kërkush. Qfar vizionin? O dje. Vesh me mlion Matoshi. Po s'ka ka ty besimër, ja ka gjithë numrin serik, revoljeve dhe tromplonave, e i pa besushum. Gjyza e Kosovove sot ka revolet Serbis në bresh. 80% Kosovove ka laltia Serbis në shuk. Teteja, ose dhe tjera, Matreja që ka do. Apollo që i ka qu, Zastova. Kosovar t'i ka qu atje Zastova. Jo, Zastova t'i kanë qia, ata i kanë shiftu me këgjështaj. O, Halil, po ata s'ka nevoj mi besu raporti, si kanë posë raportet e veta. Britanikve të... Okej, vetëm pak. Po këtë balkoni dhe shqipnima që Teteja me Zastove zërqin. Gaz dhe Matosh, vetëm pak se këtu ka ndërhyrje edhe Shala e pat ndërhyrje për Matosh. Po, ja u ka prishat vizionin, qysh me lidhatu Serbin për me ek me Rusi për që Kosovë. Bonska ja u ka prish. Po, Bonska ata e ka prish vetë. Qfar ploni ja u ka prish vetë. Lutem se, ju kërë mua vetit, lutem kushtë me një vjali e kom. Shiko, kush e ko në botën e informacionit. Kush e ko informacionin e fiton luftën. Informacionin për banjon e ka pos pala Kosovare, edhe ka fitu luftën. Betejen, se su konde i fa lutë, betejen e ka fitu. Po e ka fitu fola aleatëve. Natyrisht. Shefi antiterror i AKI-s, shefi antiterror i policisë Kosovës e kanë pos informantën. Edhe më kry filmi, por, veç... Matoshi, jemi duke zgjatë, lutëm, kemi edhe mësafir tjerë. Tash është qështja, pse masakruhe nuk ka asë një gjyq, asë një ndërshkim, asë një pasoj për i bërlepencin. Sepse nuk është ka të beso kërkush. Okej, Shala. E që kjo që në siguri nacionale, kolegë dashtën. Matoshi, urdhro, Shala. Janë një mori pikash nëse mundem? Po, vazhdo, Shala, vazhdo se shkon koha, ti di që koha është para, sidomos në politiko. Si kundër përgjigje ndaj zotit Matoshi. Tha i kemi cënu në sigurin kombëtare duke bërë shkëputje me interesat e NATO-s. Gjatë kësaj periudhe qeverisëse është bërë avancimi i statusit nga shtet i asociuar në Asamblejën Parlamentare të NATO-s. Në këtë qeverisje u bu. Kanë filluar diskutimet për marrëveshje strategjike me SHBA-t. Javën e kaluar ka qenë njeri kryesor, ushtaraku kryesor në Evropë Amerikan që merret me armatimin e shtepalëve të treta. Në Kosovë ka qenë. Me marrë listën, edhe me shkruaj çka pi vin Kosovës. Po pra. Ai ka shku Albini ka fol. Që këtu flitet për shqiptarët, i knoqe. I knoqe naiv. Ministria e Mbrojtjes, jo Albini. Mos bëmë hajgare. Ti shkruju në po flas. Dhe me çka